ka ndruar jetë babai Jasim Thaçit, dhe tani gjykata ka marrë vendim për të mos e lejuar që të marrë pjesë në varim. Mendoj që është pak e rëndë, apo? Zoti Zhej, i njëjti vendim që merrte gjykata e Serbisë ndaj gjithë atyre që luftonin kundër Serbisë kur i arrestonte, që mos merrnin pjesë në varrimet e kriminale. Ta themi me radhë. Goxhaj si e gjykon të? Është në të njëjtin stad, në të njëjtin nivel, gjykata e Hagës me gjykatën e Serbisë gjatë kohës kur Serbia mbandet pushtuar Kosovën. Edhe në atë kohë, të gjithë ata persona që luftonin kundër regjimit sërb dhe që arrestoheshin kur ju vdisnin familjarët e tyre nuk ju jep, jo vetëm që nuk ju jepte as edhe një leje për të marrë pjesë në varrim, po i transferonte nga burgu ku ishin në burgjet më të larta të Serbisë. Dhe janë në të njëjtin nivel. Pra, gjykatë pushtuese ajo, gjykatë pushtuese kjo. Po si ka mundësi, ka rrezikshmëria për të aratisur apo? Jo, kanë hallin se nga që nuk është bërë qeveria dhe nuk i dhanë as leje që të vinte para zgjedhjeve se kishin hall se mos ndikonte në zgjedhje, pra totalisht është një gjykatë totalisht politike e cila po vepron në mënyrë që të mbaj politikisht një grup të caktuar në Kosovë që mos të cënohet as edhe nga një vizitë humane e tillë. Sharak? Është antinjerëzore. Një vendim antinjerëzor, minimalisht. Po Zheko, është shkelje e rëndë apo? Jo, është në fakt totalisht kontradiktore me vetë gjykatën e Hagës, sepse një ditë para ti e lejon të shkojë ka 2 ditë, 3 ditë koha e kthimit, e lejon dhe për ceremoninë mortore nuk e lejon. Motivi, nëse janë njerëzit, turma apo mikpritja e njerëzve që e mbështesin e popullit Kosovës, ishte si në rastin e parë, si në rastin e dytë. Dhe kjo nuk ndikon, vetëm qofse kanë frikë pastaj që mund të jetë për absurd, për jetën e zotit Thaçi që është për absurd. Nëse shkojmë tek cënimi i jetës mund të jetë për absurd. Okej, po nuk ka ndodhur dhe në përgjithësi, domethënë nuk ka precedent të tillë, edhe ata që janë akuzuar për krime ndaj, vulgare ose shumë vrasës kështu, seri killer apo vrasës me pagesë apo grupe kriminale, në raste të tilla gjykatat janë treguar tolerante për t'i lejuar në të tilla Haga ka një konotacion politik, që nga formimi i saj. Po sigurisht, sepse që nga 48-a që fakti që e lanë erën e parë dhe mund ta lënë erën e dytë, mund të ndikojë dhe në shtimin e popularitetit të Hashim Thaçit në Kosovë. Po lume, mund të ketë gisht qeveria aktuale Kurti për mos lejimin e Thaçit? Do ishte fatkeqësi dhe unë kurrë s'duhet ta besoj. Dhe nuk besoj që është, sepse edhe po t'jetë armiku më i egër në raste njerëzore, duhet sillemi si njerëz dhe si qenie humane. Mendoj që është një thyrje e rëndë dhe besoj që mos i lihet presidentit Thaçit të vitit 10 të mirë në fundit babait të tij shkelja më e rëndë, por besoj që gjithë ajo masë do të jetë nesër në varrimin e Thaçit, ke Thaçi atu s'ke ata janë me Hashim Thaçin. Dhe mendoj që e ardhmja do t'rregojë që Thaçi ka drejt, Kadri Veseli dhe gjithë të akuzuarit tjerë.